të gjitha janë për shtëpie. Ato tani. Shishat janë Do të ndalemi tek familja Oparaku, më saktë do të jemi tek Iliri, tek I cili do të bujtim, sepse përveç se do të na flasi për fshatin apo edhe për një iniciativë të vetën që ai ka marrë vitet e fundit, ai ka përgatitur edhe disa gatime tradicionale që në fakt janë prej atyre gatimeve që ofrohen çdo kujt që vjen dhe viziton Selcën. Iliri ka arritur që shtëpinë vet pothuajse ta kthejë të gjithën në një njësi shërbimi fshati, ku gjithashtu edhe atë se çfarë ofron për vizitorët vendas dhe të huaj janë të gjitha të lidhura me tokën këtu. Pra asgjë nuk e blen përveç se e prodhon në tokën e vet. Që nga prodhimet e perimeve, që më pas një pjesë bëhen turshi, që nga petkat e fshatit, që nga pulat që përdoren për të bërë tavat e ndryshme, tek komposto, tek nardeni që vazhdon të ruhet dhe të prodhohet, tek lakrori në Çerep, I cili po ashtu prodhohet sipas traditës shumë të vjetër që e bonin nënat e tyre shumë vite më përpara. Pra gjithçka që është e fshatit vendoset në tryezën e të gjithë atyre të cilët vinë në Selcë. Por pse zgjodhi Iliri që ta bënte diçka të tillë, si një le ta quajmë I ri që u kthye nga emigracioni, pas se fshati po vizitoi shumë nga vendasit dhe të huajt, nga njerëz që vinin edhe nga Gjermania, Anglia, deri dhe Amerika e Largët, dhe teksa vizitonin varret monumentale ilire të Selcës, ata kishin kërkesa edhe për shërbim, për të konsumuar diçka apo për të pirë diçka që lidhej me fshatin. Gjithashtu kërkesa ka pasur edhe për të fjetur, prandaj dal nga dal edhe me ndërtimin e rrugës së re, duket se edhe banorët tashmë e shohin si mundësi të artë qëndrimin në fshat, jo vetëm për të punuar dhe për të jetuar, por edhe për të bërë shërbimin I cili tashmë është kaq I kërkuar, sidomos në zonat rurale. Pothuajse të gjithë kanë parë detin, liçenin, malet, por kur gjejnë zona të tilla me histori kaq të madhe, siç është edhe Selca e poshtme, sigurisht që qëndrimi këtu bëhet shumë herë dhe më I bukur, bashkëshoqëruar edhe me prodhimet e fshatit. Pas pak do të jemi me Ilirin, kështu që ju ftoj të më ndiqni. Iliri, ti je banor I Selcës, lindur dhe rritur këtu? Po, banor I Selcës, lindur rritur këtu. Sa vjeç je sot? 41 vjeç. Je larguar ndonjëherë në emigracion dhe më pas e kthyer sërish për Në emigracion kam vënë të kem punuar me sezone.
në Greqi, sezon e viza pune, ishim 6 mujosh edhe shkonim vinim. E bën akoma apo nuk shkon më? Jo, kam një 3 vjet, 4 vjet nuk kam vajtur më. Shoh që këtu në fshat ke rindërtuar shtëpinë tënde, ke krijuar shumë mirë edhe bën dhe gatime tradicione. Pse vendose që të hysh në këtë rrugë? Po, vendosa me që ishim në fshat, thamë ti promovojmë të ushqimet e fshatit që kanë gatuar të parët tanë. Edhe vendosa kemi bërë një shtëpi të vogël, brenda ambientit shtëpisë tu, për qef. E kemi përshtatur me dru? Po, me dru. I kemi mbledhur gjitha këto gjërat që pa dhe vetë. Do gjërat që kanë përdorur të parët tanë, që të qypat e kadishkat, të gjitha që shikon këtu janë të marra nga bashkëfshatarët tanë, i kam marrë dhe i kam dhënë si Pra një pjesë i ke patur vetë dhe një pjesë i ke... Një pjesë i kam marrë për bashkëfshatarët. Të gjithë ndërtimin e ke bërë vetë? Pra gjithë punën që bëhet? Gjithë vetë. Je usta vetë në këtë punë? Marrin vesh kemi punuar në emigracion, pak a shumë. Çdo gjë shikon këtu e kam bërë vetë. Pse vinë njerëzit këtu në Selc? Njerëzit vinë se promovojnë këtu, janë varet i lire. Edhe shumica e njerëzve vinë Vizitojnë varet? Po, vizitojnë varet e Selcës. Shohim vendin këtu. Shohim vendin. Besoj që interesi kryesor është atë. Interesi kryesor vinë te Vareza, se nga Vareza këtu vinë shumë nga fundi dhe nga Amerika kanë ardhur, nga gjitha vendet. Kryesisht nga cilat vende vinë? Po francezë, anglezë vinë shumë, kanë patur dhe amerikanë vinë, italianë, nga gjitha vendet. E nga Serbia, nga çdo gjë. Çfarë thon kur vinë pasi kanë vizituar vendin? Po kanë ngelur të shokuar fatikisht, si ka mundësi thonë këto Vareza, janë Vareza më unike thonë në Ballkan, ja çuditën. Besoj që kishin interes dhe për të prodhuar gatimet e fshatit apo jo? Po, unë e mendova këtë, e kam hapur këtë dhomën e vogël këtu. Qoftë kush ka dëshirë kur vinë për shikuar për bën. Po këta të huajt kërkonin ushqim kur vinin për shkak Këta kanë kërkuar sidomos për kafe, për ushqim, kanë kërkuar, por nuk u ka shërbyer asnjë. Unë fillova e hapa tani këtë me kismet. Pra kjo ishte edhe indicia, fakti që po vinin turist, ti u nise që të bëje diçka dhe t'ju shërbeje. Po. Tani kjo që pikon këtu te Kazani është raki e vërtetë apo jo? Po, raki e vërtetë, raki pe kumble. Kjo është pipiro, është shtirë në Kazani. Kazani merret hidhet rakia brenda, merret brumë, bëhet brumë, izolohet Kazani që mos dalë avulli jashtë. I viret ujit për të montuar, ujit e kam sjell këtu, kam bërë një lavamanë druri, edhe e kam modifikuar për shembull që Pra në këtë moment tu është duke bërë vërtet procesi rakis. Po, vërtet kështu është procesi rakis, si prodhohet rakia. Dhe kurdo që vjen mund ta provoj që këtu direkt. Po, mund ta provosh. Ka nevojë të sillësh në rakis. Nëse mund ta provosh direkt, e merr siç del bio. Përgjithsisht njerëzit këtu pëlqen rakinë e kumblës apo jo? Më shumë këtu rakun kam zier edhe raki dëllinje, edhe raki thane, edhe raki kumble. Edhe raki rrushi normale për rrushve tanë. E kërkojnë nga qytetet të tjera? Po, rakinë e kumblës e kërkojnë më shumë vende. Rakinë e kumblës e raki e kumblës ka një sekret, për shembull, nuk ka asnjë lloj spërkatje. Dhe është raki bio. Raki e kumblës, raki e thanës. Nuk kanë, domethënë, kimikate spërkatje, bëhen nga natyra dhe ndaj frekuentohet më shumë nga të gjithë njerëzit. Po tjetër çfarë prodhon fshati këtu? Prodhoni gjëra të fshatit të tjera të djafin? Unë për veten time prodhoj djaf, gjalp, narden, pekmes, gjërat e fshatit, komposto pe kumble, komposto pe thane. Të gjithave, nardeni bëhet pe kumble. Këto që ti prodhon, i përdor këtu tek ambienti që ke hapur për shërbimin apo dhe i shet ti? Unë edhe kam shitur, kush ka kërkuar pekmes, narden, raki, edhe këtu i kam përdorur gjëra bio, për këto gjërat që kam të shtëpisë i kam dhënë këtu. Po besoj që kur të filloj puna të masivizohet, ti nuk do të shesësh më se do të duhet. Normale pastaj nëse do kemi punë do t'i mbajmë këtu, do t'i shërbejmë këtu. Fakti që ti tashmë ke përshtatur një bujtin tëndën, pash dikush tjetër po ndërton një bujtin të re. Po ka është ideali i xhaxhait. Tregon që zona ka një të ardhme të mirë, pra turizmi do filloj të lëvizë. Me hapjen e rrugës Ploç-Qukës, shpresojmë se do ketë se bet varreve që janë këtu, varret u vinë, se s'ka të tilla ku. Nuk ka të tilla dhe po themi se do ketë prurje dhe fshati mund të ndihmohet nga këto bujtina edhe
fshatarët u blin gjërat e fshatit. Pra, siguroni prodhimin, morën aty dhe shisni tek ata që vinë vizitojnë. Duke hapur, duke filluar, duke shikuar si do vazhdoj puna. Pra, kur turistët kanë ardhur kur s'kishte rrugë, tani që do jetë rruga, besoj që do të jenë më shumë. Do ketë këtu gjatë Bearit vetëm si vit mund të kenë ardhur rreth 15 autobusa që kanë hyrë këtu në fshat, të tjerët i kanë lënë atje vinë më këmbë. Plus makinat vogla nuk numërohen. Liri, ti besoj tashmë emigracionin nuk është se ke ndërmend ta rifillosh dhe një herë. Jo. Tash sa vjen dhe mosha, ki kemi qenë moshën 15 vjeç, tash vetëm 21 vjeç, 20 vjet punuam në emigracion, tani ja kemi lidhur, jetojmë këtu. Edhe këtu po punosh ka, jeton. Tek tavolina që na shtrove sot, çfarë na vendose dhe ku i gjete këto gjërat? Këto të gjitha këto që kemi ngrethot janë bio, që të lakrori me ithra në Qerip, është i pari që bëhet, janë prodhimet të zonës, këtu prodhohet pekmes, prodhohet në Arden, ka poshtë fshati me petka, kulaçi që ka qenë traditë që në kohën e të parë tanë, lalli që e prodhojmë pe fshati, llalltin ton bio, dardha trushi. Dardha trushi është e vjetër si traditë? Dardha trushi ka qenë që në kohët, kjo bëhet thjesht me kryp për dardha e zezë, jo ato dardha që bëjnë temla tash. Kjo është dardha që ka qenë që në kohët, i thonë dardha e zezë. Bëhet dardha e egër, domethënë, e merr e shtihet me kryp edhe e bën trushi. Pra me pak fjalë, tryeza sot nuk është një tryezë me ushqime të blera, por çdo gjë e prodhuar. Këto që konsumuam neve sot këtu janë përveç mishin kemi bler, por edhe mishi është mokre i viçit, të gjitha janë për shtëpie. Të gjitha këto janë prodhuar veç të djathi, të gjitha me petkat, këtu neve bëjmë dhe trana, domethënë varet. Po petkat kishin një shihet veçantë, nuk kam ngrënë voskopoj në Korçë, pse kishin një shihet veçantë? Po petkat këtu kanë një shihet veçantë se lengu i kaposhit është bio. Kaposhi është i fshatit. Plus edhe petka që prodhuar me vetë fshat. Plus petkat janë të prodhuara me vetë fshati, me gjalp fshat. Janë çdo gjë bio, çdo gjë po që bio nxjerr ushqimin e ke parasysh. Që do të thotë dhe njerëzit që do vinë këtu, këto ushqime do gjenë, se nuk do gjenë. Po, normale këto që kemi të fshatit. Edhe marullet papi kemi në serë, kemi mbjell vetë pe fshatit, kam serën aty në shtëpia përpara. Çdo gjë që shikon këtu janë gjitha fshatit, dhe në Ardeni, komplet rakia, siç e Pepo kullon aty është bio. Besoj që e fundit në të ardhmen, nëse kërkesa do të rritet, do të përshtatesh dhe shtëpinë tjetër për cilën do kam vështirë. Po, nëse do kemi punë dhe e kemi gati dhe mund të ndërtojmë diçka tjetër. Dhe shtëpitë e vjetra, se përgjithsisht dhe shtëpitë e vjetra i kemi gati dhe ato që bëm komplet që do t'i shikojmë në video, në fotografi komplet janë gati. Këtu kam vënë edhe një hapi terapi, blete, këtu kam futur një bletë, e kam futur këtu në këtë dhomët, punon nga jashtë dhe vim brenda. Nga një qeshor janë dhe, bleta fillon sjell nektar, fillon sjell mjalt, ka helmin, ka polenën, edhe kam marrë një aparaturë, kam krijuar një hapi terapi që bën për mushkritë, në qoftë se ke probleme me frymarrjen, me ulçer në stomak, me shumë gjëra. Ajo qëndron gjithkohës këtu në këtë ambient? Po, ajo qëndron këtu dhe ve dhe merr ajër nga kosheri bletet, por nuk e kam marrë aparaturën, e kam poshtë. Pa, besoj që nuk del bleta që aty. Jo, nuk del, aty viret një sitë, viret ajo aparatura me korrent dhe e mban një çerekore me ajrin e bletës. Që këtë mund ta përdori kushdo që çdo njeri, dhe një fëmijë, çdo njeri është shumë mirë të bën për frymarrje, sidomos për frymarrjen është ilaçi numër 1. Kam bërë dhe propolis blete, ajo vazhua që është aty, ajo është për gryka kur është antibiotik, quhet më i fuqishëm natyral që ekziston, merret nga dylli bletës dhe nga poleni, propolisi që sjell. Bleta që ngjit kosheret, gërryhet ajo e gjitha dhe bëhet me një raki 40-50 gra që del nga pika e parë, kurse këta që e bën me alkool, farmacie, kurse unë e kam bërë me raki bio. Edhe funksionon për gryka, për frymarrje, për shumë gjëra, janë ilaçe bio. Faleminderit. Seca e poshtme ka një nga sitet arkeologjike më të rëndësishme në territorin e Shqipërisë dhe sigurisht ndër më të veçantat në Ballkan, por edhe në botë. Këtu janë zbuluar shumë vite më përpara varret monumentale të mbretërve ilirë të Selcës së poshtme.
varre të cilët janë të gëdhëndura të gjitha në gur dhe janë një nga atraksionet historike dhe arkeologjike më të veçanta të kësaj zone. Sigurisht në vite të ndryshme të vizituara nga vendas dhe të huaj, por gjatë viteve të fundit ka nisur të shtohet numri atyre që e vizitojnë. Sigurisht që nga ana tjetër do duhet pak më shumë vëmendje për t'i bërë edhe më të aksesueshëm për vizitorët që vinë, sidomos për ata që vinë me grupe të organizuar turistike dhe me autobus, por turistët nuk mungojnë. Sipas të dhënave, banorët thonë që janë diku tek 5.000 të tillë në vit vendas dhe të huaj që vinë dhe i vizitojnë. Prandaj dhe në fshat kanë filluar tashmë të hapen bujtinat e shërbimit. Por shumë interesante është mënyra e zbulimit të tyre. Në vitet kur janë zbuluar, sepse vetë fshati nuk e dinte që këtu ishin varret i lire, dikush duke punuar për të nxjerrë gur, për të ndërtuar shtëpinë e vet poshtë në fshat, iku leva që nxirrte gurit poshtë dhe aty ishte indicia e parë për të njoftuar autoritetet të cilat më pas zbuluan një pasuri shumë të madhe arkeologjike.